së bashku me kolegun ton, mikun ton Zotin Pinguli, Stefan Pinguli, keni bërë 2 volume të jashtë zakonshme, nga 600 e ca faqe për Epirin, me fakte të papara, me studime të papara. Po kur në përshekuj o Zoti Guri, janë bërë kaq shumë fjallore latin epiriotum, në përshekuj. Një e ka bërë Frank Bardhi në 1635. E ca të tjerë latinolog, italian, ka dhe gjerman. Të gjithë latin e period. Dhe kjo e period është ekskluzivisht është gjua shqipe, i nderuar Zoti Guri. Ne vetë jemi e period o Zoti Guri. Unë jam në Epiri i Veriut, i zonës Veriut, në Alabëria. Këte. Tër jetën, do më thënë, stërgjyshrit e mje, 4 gjyshrit kanë folë këtë gjuhë. Nuk dim tjetë folur në një gjuhë tjetër. Madje dim që kjo gjuhë jonë e famshme konvergon ecën, edhe në jep atë që quhet greqisht e gjuha homerike. Do më thënë, si shta dhe i famshmi Gjon Shlaku atëre që tha e përktheva Homerin nga Gegnishtja e vjetën e Gegnishtja e re. Ju keni bërë studim, Zoti Guri, duke u nisur nga 25.000 vite më parë, duke qenë se për këtë ju ndihmon shumë dhe të qenurit, profesioni juaj i të qenurit gjeolog, ju ndihmon jashtë mase në këto studime që bëni ju. Keni filluar nga 25 vite më parë, keni kaluar pasaj jeni përqendruar në 10.000 vitet e fundit, keni marrë në konsiderat përmbytjet e jashtëzakonshme që kanë ndodhur në globin toksor. Dhe pasaj keni arritur në periudhën e bronzit e merat, keni nxjerrë dokumenta, harta e merat. Që mund të na thoni? Po pra, shkua, mua më është dashur që kur Richard Hodges, jashtë quajtur arkeolog angles, me frymëzim të Rothschildave, studioi dhe artoi një libër për Butrindin, ku i dërmonte në kuptimin e keq, apo i anashkalonte shqiptarët, apo i fyente historinë e shqiptarëve. Dhe mund të është ti përgjigjesha, pikërisht këtij personi, Richard Hodges. Ka thënë e famshme që gabimisht u dha Butrindi Shqipërisë, që në Shqipëri luftuan venecianët me turqit. E kupton vetë. Në Shqipëri lufta nuk figurojnë në konceptin e tij. Dhe unë arrita t'i përgjigjesha pikërisht me citime, faqja filan, fraza filan e tia. Edhe me këto citime që kërkoja të përgjigjesh që është Butrindi në vetvete, dhe më doli një kapitull për Butrindin, por ti s'mund të flisje për Butrindin dhe për Dodonën pa folur për Epirin. Dhe ju përkushtova të gjitha gjeteve, gjitha studimeve, dhe mund të ketë, mund të nxjerrë dhe regjizori mund të ketë mbledhur rreth 1200 thënie për Epirin. 1200 thënie. Nga kush? Nga të gjithë studiuesit, fatmirësisht historian. Fatmirësisht unë di anglishtën dhe zgjoj urdhoni thënie. 25.000 vjet të fundit Homo sapiens u bëri vetë pillon njeriu të paktën në tokën europiane. Pra, vazhdojmë, vendbanimet e hapta, pika 10, vendbanimet e hapta bëjnë hapin e dytë të zhvillimit të njeriut parak, 25.000 deri në 8.000 vjet. Nga 126 fshatra, pika 11, që ka fjeri, 38% e tyre janë të banuara nga njëjta popullsime zanafir nga koha prehistorike. Vazhdojmë një faqe tjetër. Vazhdojmë, bërthama, pika 14, bërthama pelazike, apo adneja e qenies pelazike për të ruajtur originalitetin e vetë, u tkur në 2 anë të tokës tyre, si në atë të Albanisë edhe në atë të Italisë. Vazhdo faqen tjetër, regjizori dashur, me që e fillove me thënjet. Këtu janë 28 thënje. Ose thënja 16 dhe 28, do më vazhdojnë dhe 28. Nga bashkimi Pelazge me Kadmejnd apo Fenikasit dolën Athinasit 1200 dhe 800. Më pas dolën Helenët 800 dhe 200. Dhe pasaj Grekët e lashtë 200 para Eson, 200 pas Eson, dhe pasaj nuk ishte më emra Helen edhe Grek. Shlima dhe Kadvik zbuluan Trojën të e sotme, idioci, Troja nuk ishte aty, Troja është në Kruj Lesh, sepse fjala Kruj është derivati fjalës Troj.
vazhdohet Pelasgët, 28, janë popull in situ, popull vendas, levendas, autokton, levendas I le në vend levendas, që krekët sot e tonë trima levendase, se që le në atë vend dhe mbron me gjak. Përdojnë në bërë, shumë e drejtë. Ose autokton, ashitokoston që kemi thënë ka qërë. Vazhdo, 29, 20, le temi për shumë 39, Pelasgët janë të bardhë primitiv të antikitetit. Më I hershmi popull I Europës, që emri Pelasg, vjen nga emri mbretit tyre që lindi I pari në tokën e Arkadias. Vazhdoj, dhe I këtu janë 20, pra janë pa fund, thënje për Epirin. Dhe, mbasi mu desh të studioja çështën e Epiri, zbulova që Epiri I bie diku ke luftë e Trojës, 1200 edhe këtej, para erës sonë, pra I bie 3200 vjet. Po ndërkohë në Epir ekzistonte populli zoti Balejt, populli Kaon dhe Thesprot. Sepse kur erdhën heronjtë e Trojës, u pritën nga mbretër Epirot, nga Kaon, që Kaon do të thotë ata populli nga ana e detit. Që vazhdimësia e Kaonit, tha dhe profesori Qeremi, Kajoni, po, eksakt, Kajoni. Dhe vazhdimësia e tyre është kanina mërti. Prandaj dhe thuhet që kanina e bën Vlorën, Vlora nuk e bën dot kaninën. Prandaj dhe thuhet që kanina ka 3-4 kryeministra, që ka pa përmendur pashallarët në perëndorinë e atërshme, prej 5 shekuj, Istanbul, po ka 4 kryeministra. Nuk është asi, familja Vlorat e famshëm, të gjithë nga kanina. Pra kanina është një përfaqësi vazhdimësie e Kaonëve. Dhe vjen populli Kaon, vjen populli, po jo fis, kujdes, të lutem shumë jo fis. Vjen populli Thesprot, Desprot, hererë. Desprotët janë të parët e dheut. Pra kanë mbijetuar, apo kanë vazhduar jetën e dalë që nga koha e Pelasgëve të lashtë. Pastaj vinë Mollosët, që e kemi thënë ka qërë, djali I Piros, djali I Ptolomeu, djali I Akilit, u martua me gruan e Hektorit, mbasira jo I vdiq një kunat që ishe shortari, që si merret kunati merr kunatën pra. Si që kemi pasur në veri, për traditë, po, bravo. Dhe lindi Mollosi, Maloku, Malsori. Pra, 3 popujt bazë të Epirit, Malokët, Leskovik, përmet vazhdo dhe më një jug, Malsorët, në kuptimin e mirë, Thesprotët, ata të dheu të parë, dhe Kaonët, ata që kishin nga anë e detit. Dhe ky është Epiri, që me lejo të ngrihem në këmbë zoti Balej, që gjë ka lëvizur si kufiri verior ka lëvizur I Epirit. Vjen përgjithsisht deri në Vjos. Por kemi dhe Nova Epiri ose Epiri I ri që vetë deri në Shkodër. Dhe aman kufiri lindor, që është pikërisht me atë që quhet lidhja helene, ky nuk ka ndryshuar kur. Kufiri jugor që përfshin gjiun e artës nuk ka ndryshuar kur. Edhe ky është I gjithë, edhe quhet shpesh herë në një art tjetër. Të gjitha artat në këtë libër, zoti Balej që ju sapo e theksuat, në librin 2, sepse libri I parë është nga viti 25.000 deri në 0. Gjithë historia e Pelasgëve, para Pelasgëve, Atlantidasëve dhe përfaqësuesi tipik që tregon dhe Adneja e zbuluar sot nga 4 studime, 3 të avardi dhe një ku kemi dhe 2 autorë shqiptarë, dhe autor grekë, serbë, turkë, edhe të thojë dhe greku dhe serbë dhe turku që Adneja shqiptarëve përfaqëson 100% linjën mashkullore të kohës bronzit, pastaj një linjë të kohës së hekut akoma më e sigurt, e kohës së lirëve po se po, dhe do të thotë që vërtetorë me Adneja. Pra, vetë gjuhës shqipe, vetë femerit të parë, neve kemi dhe Adnen që e vullos që është autotonin dhe vazhdimësin në etnokulturë që është veshja, në gjuhë që është gjuha shqipe dhe në histori që është historia e dhimbjes shqiptarëve. Shikoni një arë tjetër. Kjo është e kohës Romës. Pra, që pyeti shumë veta dhe çuditën, provinca e Ilire, provinca më e rëndësishme e perandorisë romake. Më e rëndësishme, provinca që prodhonte general, që prodhonte ushtar, që prodhonte deri në perandor. Edhe jo rastisht, kur thotë dhe Alban Kraja, jo ai shpejt lutem, 25 perandor i lirë, sy kaltër ishin perandor të Romës.
Po Roma... Është libri që do e botojë. Po, që do e botojë. Po Roma mendohet që ushtarakisht ai nuk bëri një gjë në Iliri që e bërin vendet e tjera. Në Iliri Roma u pushtua, se kemi thënë herë tjetër, që mori ushtarë perandor, mori gjuhën shqipe që ndërtoi gjuhën romake, gjuhën latine, mori veshjet, faleminderit, kjo ishte gjitha, edhe kjo është harta që deri në Kret, pra e gjithë kjo hartë janë të parët e popullit shqiptar, që quheshin Ilir, Dalmatë, Mati, Maqedonia, Emathia, i kemi thënë ka qerë, Dardania, është e njëjtë, ja Dardania, Peonët, që janë këtu në lindje, që janë gurgurët e Maqedonisë, kemi Peloponezi këtu, Epiri po se po, që është një popull i tërë, dhe Epiri bashkë me Thesalët, përbëjnë dhe me Maqedonësit, sikur janë 3 njak vëllezër apo 5 njak me Dardanë dhe me Ilirët. Vazhdoj një herë tjetër, shikoni Joni i Mathuja, Joni akoma s'kemi të bëjmë, shikoni, përsëri jemi në shekujt e parë, mbas Kristit. Nuk quhet Mare Nostrum. Po, Mare, eksakt, Mare Ionium. Po, Mare Ionium. Shikoni lutem që kemi Iliria, Ilirikum, deri në Epiri dhe Iliria njësh, Epiri, Maqedonia njësh, dhe vazhdoj një herë tjetër, si gjithmonë prefektura Iliria më duket të quajtur. Një hartë që tregon Epirin e ri, Epirin e ri, që vjen deri kufi me Shkodrën, Epiri i ri. Dhe këtu është Maqedonia e dytë. Gjithë trojet shqiptare. Maqedonia prima, Maqedonia e parë. Prandaj mendoj zoti Guli që në çdo fjali të tij Marin Barleti i thoshte Skënderbeut Epirioti. Po, në gjë fjali. Po, nëse ju besoni që në kronika tuaj i thoshte Gjergj Kastrioti i thoshte Papës të Vatikanit. Shikoni këtu është në shekullin e 4 dhe të 5, ku fillojnë që besime kristiane atë kohë të kishe... Atë është shekullit 4. Po, shekullit 4-5. Ose në qoftë se nuk u ndërtuar në shekullin e 4, mund të jetë ndërtuar në vitin 1500, po ka përmbajtjen e ndarjes administrative të kishave kristiane që kisha të kthyer në administrata në territore. Dhe këtu tash ke tema e Epirit, pra nga ishte politike Epiri, këtu kthehet tema e Epirit, tema e Durrësit, gjithë kjo këtu. Pra, tema e Maqedonisë, tema e Peloponezit, këtu është Graecia, tema e Greqisë. Po shumë e dobët, në krahasim me temat e fuqishme që i bie të jenë kristian të pastër, Durrësi, dhe akoma jemi në lidhje me Vatikanin. Akoma, ose jemi në kohën që në vitin 395, mbas ediktit Milanos 313, Shqipëria do ishte në një periudhë 313 dhe 395 e ndërmjetme, pastaj bëhet ajo ndarja 395 që kaloi me pjesën lindore. Vazhdoj një herë tjetër. Shikoni se sa të rëndësishme janë artat. Shikoni Epirin. Kjo e kujt viti është? Kjo është, janë të gjitha me vite. Ja kjo është që edhe profesori Qeremi në radhën e kaluar, në javën e kaluar, e kishte të tekstuar Epirus Albania. Prandaj edhe e thot Epiris sot Shqipëria. Domethënë ka quajtur me 2 sinonime. Po, me 2 sinonime. Pra, shikoni, Epirus Albania. E-P-I-R-U-S, Epirus. Kufit qartë, jugor, kufit qartë, jo me Greqit, po me Livadja, me Arkadi, jemi në Meset. Jemi në vitet 1200-400, kur Epiri akoma si ishte formuar aseti grek asarta e Greqisë, dhe Epiri ka kufi të qartë lindor, të perë. Kjo pjesa këtu është shqip dhe greqisht fort, kjo pjesa kufi. Nësa pjesa tjetër, thonë studiusit, është gjitha vetëm epirotëse, ose shqip fortëse. Pra kemi në kohën kur nuk që hapur Oreksi, jo Epiri... Akoma, po jemi shumë shpejt, do vemi atje, po jemi shumë shpejt akoma. Sepse artat janë në gjohë 2-3-4 vjetë, duke filluar nga mesjeta, kohën e Skënderbeut, dhe duke filluar edhe më lartë. Vazhdo, të gjitha janë me vitet përkatëse. E njëta gjë, Epirus, ja dhe kufirit e Epirus, ja dhe liqeni e Ambrakis që kemi, dhe ja të kemi Tomorit, Tomori, në këtë periudhë, po ja të kemi Albania, e gjithë kjo këtu, Albania, pra gjithë Kosova, Dardania, Iliria dhe Epiri kishin një emër të përbashkët. Albani, që do thot Arban.
Po Ara është edhe arë toke, edhe arë floriri. Pra se si një popull barazoi si tokën dhe floririn e barazoi me një emër të vetëm, Arë. Dhe ai që bënte si arën që ne kemi përpunuesit më të mirë të fijeve të arit, apo përpunuesit më të mirë të tokës që thonë që pellazgët përgatitën aktivin e kthyen tokë bujësore nga shkem që ishte. Piro këtu. Ky është Piro. E di Gjon Kush që ka luftuar me elefant. Dhe masi kapi 5.000 ushtarë italian, Romak robër, i trajtoi si rob zoti. Ndryshe nga eksakt. Vazhdo më shpejt, zoti ke. Këtë që përmendi që përmendi profesori rallën e kaluar. Gjergj Dimitër Basta, që këta luftuan për të kërkuar një Gjergj Kasioti të dytë në Europë dhe atje ku kishe shqiptar në atë palë, aty fitohesh lufta. Prandaj edhe në Francë, këtu më i pak një sekond, në Francë ke Rue d'Albanet, sepse shqiptarët luftuan me Jeanne d'Arc, francezën, që Jeanne d'Arc është me piktura nga muralet nga më të mëdha në Louvre. Por nuk e thot njeri që Jeanne d'Arc kishe ka djathtë, pikërisht statiotët apo ushtarët shqiptar mbas Gjergj Kasiotit. Këtë e repar që e dëgjoj. Po mirë, s'ka probleme, ne nuk mburemi për dituritë, ne kënesia jonë, e dyve në pingullit edhe gjithë akademisë tonë, është që ta shpërndajmë. Edhe ne, edhe unë e them e kam me të mëdha në panajiret e librave të mi, apo edhe në muzeun Berat, që ne nuk shesim libra më, ne shpërndajmë dije për vlerat e kombit. Nuk është çështje shitje. Bile ai ku blej një libër. Emision prandaj bëjmë për këto të vërteta, që pse mos i themi. Kur janë kaq evidente. Eksakt. Tani kemi një art që ishte para dhe ne, ose mund të jetë, se kjo janë arta që nuk janë gjitha artat këtu në këtë, sa mund të bëjë një emision, se semi emision shkencor, por gjitha në libër janë 400 arta të tilla. Dhe shikoni këtë. Slavët kishin ardhur, kishin mbritur slavët. Jemi diku në 1600. Po, 1600-700. Slav, serbo-kroat, bulgar, rus. Shikoni pellazgët, skipetarës dhe grek. Pra është vërtet ajo që origjina e grekëve që ishin kraeqi apo helenët, është origjinë pellazgët përbashkët. Dhe ata vetë në për akademitë e tyre, në për enciklopeditë e tyre, deri në vitet 1930-40, ata e përmendin që kemi një origjinë, kemi një gjysh, janë parashtë. Po ata e shfrytëzojnë për keq sot. Sot ata këtë e shfrytëzojnë për keq. Vazhdo të lutem. Kjo përsëri është një artë që normalisht duhet nuk del e plot, po del viti. Tregon Ilirin me jeshile. Po, tregon Uroni, Iliria me jeshile, kufiri me epirin, ja Korfuzi, ja dhe epiri prapet një kufi të poshtë me një kufi lindor të palëvizur. Dhe tregon sigurisht Maqedonin, po aman epiri këtu, Maqedonia dhe Thesalia, Thrakia këtu, Thesalët janë këtu. Akoma Thesalët nuk ishin përfshirë në linjën e shtetit grek të 1830-s dhe lart. Pra kemi një epir, Albane, që do të themi deri në 913, akoma kemi deti jon, Mare Nostrum ose Ionium Mare. Përsëri do kesh një këtu deti Adriatik që është deti shqiptar. Mare Albane, nga venecianët. Po, do më falësh 10 sekundë. Urdhër, sa dush më. Adria, se thamë, Mare Ionium, jo është Mare Ion, deti Ion. Po, deti. Adriatik, zoti Guri. Po, vazhdo. Dria, Adri, sepse ndriçon dielli mbi det. Adriatik, është drita që ikën. E rëndon dielli edhe ikën. Adriatik. Unë do të forcoja të mendimin tënd, që mos studiten shqiptarët apo të tjerët, se ne i themi dhe lumit drin. Kemi lumin drin që ndrin, kemi dri madhe, është dritë e madhe. Po, i themi dhe një lumin qoravot që është lumi zi. Me që nuk ndrin, për është erët, është i kthellë, di pasër dhe është blu. Se është kanjon. Për është kanjon, është blu. Po, drinon ti që drin prap, drinon në Gjirokastër. Po, drinus prap, exakt. Po, drinite, jam dakord. Po, me forta, ke një qytet Adria, që është aty se thonë që është nga Adria, Adriatik. Po, Adria qytet me dritë. Si që është dhe Madridi, zoti Guri. Madrid. Si që është dhe Zadrima, zoti Guri. Sepse fjalla bazë. Jam dakord pra. Si shtemi Kadrin, zoti Guri, që e ke përpëndë dhe ti. Kadrit. Si shkemi emrin Sadri, që i thash një miku tim në Shqiptar Maqedonis. I thash Sadri. Sadrit. Sepse folja... Kemi Indrita. Sepse folja di në Shqipës është një operatore e lirë,
thot Petrozhej, ose është një qerdhe fjallësh, thot profesori Qenë Qabej. Edhe po që qerdhe fjallësh, djell. Nga djell, që është ndryqimi, thoti, mallësia, babai i gjithësisë djelli, bëhet djallit, metatez, djall. Pastaj bëhet dio. Dio, adio miropafshim. Pra, kur thot spanjolli adio, do të thotë që miropafshim ke Zoti dhe italian. Pastaj ke Odinin te ata. Odini ke vikingët, ke vikingët. Po, te vikingët, te norvegjezët. Shumë drejt. Po ai që din. Ke diturit. Ke erudin pastaj. Pastaj ke erudit, pastaj ke nuk i di. Akademi Zoti Guri. Shumë drejt. Jam shumë dakord. Edhe kjo një art tjetër, që në libër janë të qarta vitet, këtu është pamje çik më e dobët, dhe kemi këtu përsëri pjesën e urdhoni. Iliria. Provinca, më fani, qytetar shqiptar. Dërtuar nga Benediku, i bie rreth viteve 1700. Po, në 1700, që është alta e deti Benedik. Venetia, kupton? Po. Shikoni, provinca provincia Albania, Albania deri në Peloponez, deri në More. Pra, gjithë Shqipëria, ja Korfuzi këtu, ja Epiri këtu, ja dhe kufiri me pa qenë Greqi këtu, po janë Livadja ose Arkadia këtu, edhe shikoni kufiri prapi Epirit. Pa marrë gjithë kjo, që është Albani, përfshinte edhe Ilirin, pjesën e jugut Iliris, apo sa i vjen dhe pjesa e veriut që është Dalmacia. Edhe ja dhe liqeni në Shkodrës atje, po liqeni Shkodrës po s'ka lindur Malizi akoma, jemi Ulqin. Po, akoma s'ka lindur Malizi. Vazhdo i nderuar regjisor. Përsëri ke deti jon. Si Gozhde Nastradini. Po, këtu jemi përsëri Korfuz, këtu është Epir prap. Shikoni kufiri Epiri, sa i qartë. Këtu është përsëri jemi, s'ka Greqi akoma, jemi Livadja. E gjithë skemë. Këtu është që 3-4-5 vjetë. Pra në qoftë ishë 1720, diku mund dali një vit i ashtyshëm, po e kemi në secili me vitet të qarta, me emër autorësh, me enciklopedi o franceze, o britanike, o gjermane, o austro-hungareze, o e italisë, ndonjëherë dhe e turqisë, ndonjëherë dhe e rusisë. Ndonjëherë. Hartat ka 100 rusisht dhe albanski